Do kalojmë në një kartolinë fundi, po me humor, me ato bejtet e famshme shkodrane, nga bejtet shkodrane show, që e përfaqësojnë denjësisht, për shkak të angazhimeve të tjera të kanë impenjimet e tyre, është Bujar Zyrali, i cili njëherë është njihet edhe si regjisor i Bejtet Shkodrane Show, është një personalitet shumë i njohur në qytetin e Shkodrës, me spektaklet pafundme që ka realizuar në bashkëpunim me Agjencinë e Spektakleve Jehona Shkodrës. Është një kartolinë shumë e bukur me ca bejte tamam të lezetshme që do t'i mungonin nëse nuk do t'i ishin në emisionin të Tatokim, do t'i ishte i mangët emisioni pa ta. Nuk ishte si të mungonte bejta shkodrane tek Tatoki. E sigurisht ne kemi marrë veteranin, 25 vite me bejtën shkodrane, zotin Bujar Zyrali. Mirëmbrëma, mirë se erdhe dhe faleminderit që jeni këtu. Mirë se gjeta, edhe është një nder i madh që i bëhet gjinisë artistike të bejtës dhe personalisht mu, që ka 25 vite që u lumtoj punë të jashtëzakonshme, kam bërë spektakle me qindra dhe thamë se a bojë punë e bollshme, e pëlqyeshme. Me patjetër, edhe jo më kot jeni pjesë e kartolinave uruese për këtë vit në emisionin Tatokim. Na trego pak për bejtën, si është si një gjini e humorit? Me këtë bejt bukur pa dal, te Tatokim me shumë jehon, në këtë emision tradicional të çdo fund vitit qytetit tonë. Faleminderit, vërtet shumë e bukur në fakjot, ju falenderojmë pa fund. Si lind bejta, si krijohet bejta? Si krijohet, po, atë po ka si pikë dytë. Pikë parë po them që bejta ka 500 vjet që ndodhet në Evropë, në vendet e lindjes. Nëse ka në valet, në parandim që në Shqipëni kanë ardhur nga Venecia, nga Venediku, dhe në Shqipëni ka hi bejta në vitin 1818. Njëkohësisht në Shkodër, ku ka qenë Mollaj Sëndëbrashi dhe nga jugu Hasan Zyku Kameri. Por një veçantë që desha të theksoj, është se në vitin 1825 Shkodra krijon atë pavarësinë e saj këtë gjini artistike, sepse Tokvasia, stërgjyshi i Gjashvasis, krijoi vokaton që mblodhi grupin e parë me vezirin e Shkodrës, krijoi sistemin, mekanizmin qytetëprit. Dhe mekanizmin qytetëprit e personalizon tamam bejtën shkodrane, sepse në asnjë qytet Shqipërisë, në asnjë vend, me sa kam të thënë unë, nuk ekziston qytetëprit. Po qytetëprit është ka nga ana filozofike, ka lidhje shkaksore, se nuk është tash çat mendon çat plas. Edhe si ma tha njëri, tha Bujari marrova bejtat para ca kohësh. Edhe pa beta s'është me të marru me thash, beta është e qastit, ka kushte objektive dhe subjektive. Shkaqjet cilat janë? Shkaqjet janë, dhe me thonë, nga çmimi që i bëhet, është faktori subjektiv. Në formë është edhe objektiv, se është i huj. Edhe plus ambienteve. Dhe me thonë, tjetëri, po së nga çmu, ai nuk kanë gjë, nuk e krijon, sepse beta improvizohet çast. Bile unë kam gjetë betën ditë, në çfarë gjendje ka qenë absolutisht enorm masdorët, edhe kam bërë 2 libra, përfundova të tretën tash në dorë shkrim. Jemi gati edhe për një libër të tretë. Pa. Edhe ky do jetë shumë interesant, sepse është betet në dasmat shkodrane. Se libra për bete janë bërë shumë. Shumë, pa them 12 copë, 13. Nërso për dasmat shkodrane, që ka qenë si më themi, themër akile, ose qërshia mjetorë, se kanë fillu beta në dasim 4 profesor pa unal. Në i leho që edhe nga Tirana, nuk kam marrë dhe me kënu, tha thjesht. Pa kam marrë me në gjumë me rëgimujen, se jam apasinumet e jasë zakonshme e ti personalisht, por edhe betës në dasma. Kështu që unë menoj se tash 2 vjetë që i ponej, në fakt 8 hullumtoj, kam arrit të nxjerrë sa do pak atë natyrën e zhvillimit të beta në dasën shkodrane dhe do jetë një libër shumë interesant se i kam bërë me pjesë, se pa dhe sigur në fond për libër të si. Po na tregohet diçka të vogël. Po diçka të vogël pasi, për shembull një zonë industriale ishte Mërgimuja. Po thuj se i ku do ndodhun, Pietrozini, Gjosho, Qërsaxhi, Vasia, edhe vjen e zoja shpis
zonja e kishte emrin, edhe thotë, mërgjim du ma fillu betën me mu. Ka më i thotë, se jam zonja shpisë. I pyet ta, si e ka emrin zonja? Ku punon? Të morë ku i spitalit. Qa punojnë fëmijëre? Për me folë, po kam nevoj, edhe betën shumë makane, qosha falë, më rizoj, po mos rashim dorë tonë, e qeshe gjithë. Ose një rast tjetër ishte i dasim bache, se bache o bache janë banë atë kohë, edhe fillon mërgimuja, prap me mërgimin e shkërës, po i dasim tjetër, fillon me bën imitimin këtën. Masi këtën, se ka kënë poliglot, i ka bën gjitha. Kolin, qenin, macën, e tjërë. Kër edhe puna me imitu gomarin, në baqen e komshiut, i cili nodhës në banket, si zakonisht dijet komshia ftohet, ishte gomari. Sa filloj kë mërgemuja me ba atët gomarit, që e batë original. Gomari edhe nga fundi baqes, u afru të gardhi, edhe pa e batë, si që bëjnë, gomarët. Gjithë dasmort u shkajnë të qesh. S'kishte gjami i nalë gazin 20 minuta. Atëherë filloj, aty ishte dhe Gjosha Qërsaci, edhe filloj mërgimuja, tha, gati drita në ena zbardhi, edhe dasma ashtu kry, Gjoshko, shka pak të gardhi, si jenë shoku ka pun me ty. Edhe fillun me imitu të si Gjosha ndrën e gomorët të këthirë përgjit. Kështë episodesh, ka libri mjaft. Edhe aja që i preqedhe Kozec, kolegë stuj, kur i pata thonë për librin e forë, kam kryu hapsina pushimit, që të shlohet ledzusi, edhe këtu i kam bon 4-5 faqe. 4-5 faqe, 7 deri 1 muaj maksimumi. Pse? Marën fabula, marën episodi. Ai mumpet me dhe den diçka tjetër, kështu që jam mundu të gjenjë, deri të shi për shumë, kam hedhë aty janë 6 dasma. Janë mjaftueshme sa me kryat iden, fizionomin, tipologjin e funksionimit tyne në përdasma. Po në ditët e sotme, sepse ishte vërtet interesant ajo edhe nga çmimi në fakt që zotëriza ju kanë bërë që mbaruan betat. Si janë betat sot? Nëse mund të flasim për betën në 2025, por fundimi 2025 se gati erdhëm në 2026. Saktë, se më banë edhe pyetje më përpara, si lind beta. Beta dën shumë aftësi, pavarësisht se ke pas kjo shkollë. Ma është me të lindën, nërsa artikulacioni, improvizimi edhe interpretimi, ata kanë të bojnë edhe me eksperiencen e punës. Për shemë, e t'i bojnë. E marrë pak si shpesh se është këngëtar i malë, po edhe bejtar shumë i malë. A dinë se unë pa folë me kështu komplimentet moja, nuk di me ullë asin vizë nga bejtar të mojë, nga titan të thamon, nga ose i faltorës, nga Marëm Nurja, Mërgimuja, Isa Teli, e shumë të tjerë, sepse është shumë i sakt. Ashtë pak i nga dashim, pa shumë i sakt. Për shemë, si linë betat, a i shkojnë Qirok, shkoj me marri Darik Peshkut. I thëtë, qëfar Peshkut keni? A keni këtë, s'kemi, pa i bishkurt. Se nuk kemi zonë të ditë peshk. I thëtë, në gjoj betën, thëtë. Gëri pa Marëgja kanë me të bosh, Qirok. Peshk në liqen s'ka asi thellë. Peshkatorët janë një të të bosh, kanë fillu me mbledhë sharbel. Ose një rast tjetër, ishte ora 2 natës, a thot e di ka shko nga fundit për sonte, se shinjit më shkëm të lagu në shpijet e të lodhën jemi. Vjen një pishëm, s'po thëmë dershëm pishëm. Edhe kanë, pa nuk mundën, si kur thëmë s'ka. Hama e do banja qefin e thoi njerëzit, atërë thët, a bim ujdi i bashkë, qa tha? Pa ta thami betë vend kongës. Thuje, tha, edhe i thët, sa ju lutë me knu, ishte ora 2 natës. Tash kitarës janë qakurdu telat, jash bjëndshinj dhe banë fortun, edhe i vakti me knu gjelat, se ne kanë këtarë, kena kërë punë. Shumë të bukura. Ka gjithë shkaksore, se si thët filozofia nuk ka pasoj pa shkak. Janë të lidhuna. E vërtet. Një urim tani për të gjithë shikuesit e emisionit të tokim për vitin e ri? Këtu s'ka pish, as ka Google, janë lëlishtat për bugëri, të ka fuan zoti një vajzë vogël, e pa që me jetë atë mrekulli.
Faleminderit shumë. Beta, si Bilhemi, të largon hodhët, të largon streset. Kjo është udhimi jemi të venjish pa që vetëm sukseset. Faleminderit shumë, vërtet një ndër urimet më të bukura dhe më të veçanta që kemi mbledhur gjatë këtij edicioni. Faleminderit edhe gëzuar vitin e ri. Faleminderit nga ju, faleminderit shumë.